Kemi 2 javë që kemi ngjarje, jo vetëm në Shqipëri është jahona e këtyre, po ka kaluar kufit deri në Amerikën, në Zeland të Re, po hipet lajmi i Zvërnecit. Në fakt, protesta tashmë ka devijuar nga Zvërneci dhe ka një kërkesë këmbgulse për dorëheqjen e zotit Edi Rama. Por ja u dorëhoq kryeministri Rama për një moment dhe shpall zgjedhje të reja. Ku do shkojmë? I fiton prap zgjedhjet, rizgjedhet prap kryeministër dhe ku ishim gjekundi. Pra, përpara se të kërkojmë rrëzimin, duhet kemi një strategji se çfarë do të bëjmë, ku do shkojmë, çfarë alternative kemi. Ajo që i mungos sot Shqipërisë, mendoj unë, është alternativa. Dhe këtë po vuajmë dhe prandaj kemi këtë qeverinë pushtet pafundësisht dhe duket se do të vazhdojmë pavarësisht krizave. Për këtë dhe për të tjera do të diskutojmë sonte, kam kënaqësinë që më vjen për herë të parë në studio, po sigurisht nuk do të jetë e fundit, besoj, zotin Arben Mala ish deputet antar qeverie për një kohë gjatë në politikën shqiptare dhe një njeri i mendimit ekonomist, për cilën e vuajmë më shumë sot janë ekonomistët. Shqipëria nuk ka ekonomist. Këtu fillon e keqja. Dy gjëra e mban një shtet, juristët dhe ekonomistët. Kurse parlamenti shqiptar sot ka një tallava që mos e pyet. E vërteta është që më mirë shkrihet ky parlament shpallën një palë zgjedhje të reja, po për të fut njerëz me kualitete dhe njerëz që kanë atribute dhe që kanë profilen punën e tyre, siç është edhe rasti zotit Male. Zoti Male, mirë se ke ardhur, kënaqësi që je në studion tim. Ilir, faleminderit për ftesën. Si e shef gjithë këtë situatë? Ti je një njeri me eksperiencë, ju jeni njeri me eksperiencë politikë, keni qenë antar qeverie, keni qenë parlament kaq vite, keni drejtuar komisione. Ka vazhduar jetën aktive edhe pa qenë deputet dhe ministër. Po, dhe këtu me qesolle dua të përmend që shumë njerëz si ju që kanë qenë në jetën politike, dhe kanë qenë qeverie, ku janë sot? Pse humbin? Kurse ju jeni aktiv, bim dakord është gjë tjetër. Por je aktiv, domethënë që ti nuk e hy për të mjelat lop momenti që hy dhe pastaj ke hik ke la durët. Do je njëri që ke një përgjegjësi qytetare. Edhe kjo më ka inspiruar nga Einsteini që thotë që një vend nuk është i keq se ka njerëz të këqij, por se njerëzit e mirë nuk reagojnë nga njerëzit të këqij.